Do të thotë, na si prind, shtatzënia me Uranin është pas 10 viteve, do të thotë martesë. Ka qenë një shtatzëni normale, një shtatzëni shumë e qetë. Do të thotë, unë personalisht si nana kom qenë ajo nana e lumtur shumë brenda vetës, po do të thotë që si jam bo asnjëherë nervoz, kom qenë thjesht një prind ndoshta që nuk jam çdo herë. Edhe faktikisht në pjesën e fundit, në 5 javët e fundit kom pas tension të lartë, edhe pata qëndru në spital, do thotë derisa kom lindë. Pjesa tjetër do thotë ka qenë shumë mirë. Lindja ka qenë normale, fëmija ka lindë me peshë normale, do të thotë me gjatësi, çdo gjë ka qenë në rregull sa i përket një lindje të një bebe. Po, mandej lindët edhe shkut në shtëpi bashkë me beben, si çdo çift të gëzuar edhe të lumtur me prezencën e tij në jetën e juaj, duke ditë sidomos pas disa vitesh. Çysh vazhdoi mandej rrugtimi juaj? Ndoshta isha ndalë edhe këtu edhe pak, se nuk e di as vet, po them ka qenë një shtatzëni shumë interesante. Unë do të thotë me daljen nga spitali, jo në vesh tamam sikur kam shku nuse, do të thotë kom marrë rroba ekstra, do të thotë më ka sjell shoku edhe nuk e di, ndoshta që ka qenë ajo pauza shumë e gjatë dhe një lindje, do thotë pas 8 viteve, do të thotë jam mundu çdo herë gjithçka me pas do të thotë në mënyrë të veçantë sa i përket do të thotë rrjedhës me Uranin. Pastaj kemi shku në shtëpi normal, do të thotë pasi fëmia ka qenë gjithçka në rregull, ajo procedura do të thotë një ditëshe si zgjatë në spital dhe pastaj kemi shku në shtëpi. Do të thotë çdo gjë deri në muajin e 6 apo 7, do të thotë ka rrjedhur në mënyrë normale me Uranin, si gjithë fëmijët e tjerë. Pastaj pas asaj moshe do të thotë kanë filluar edhe ato vështirësitë ku jam pa, për shembull, nuk na ka përcjell me sy, nuk i ka interesu se çka është, do të thotë ka zhvillohet brenda ambientit ku ai ka qenë. Ka lujt me lodra, ndoshta ka lujt veç me rrotat e makinës, se jo, do të thotë nuk e ka pas makinën funksionale, ose ka marrë makinat edhe veç i ka rëndit, edhe është ndali ka shiku. Do të thotë këto kanë qenë ato mënyrat që neve veç na bëshin mos me u ndi mirë. Sepse do të thotë në familje kemi pas edhe 2 fëmijë tjerë, edhe ka ana e burrit edhe ka ana e familjes. Thjesht që kanë qenë një moshe, edhe kemi mujt pak a shumë me pa zhvillimin, se në familje, do të thotë, në familjen e burrit nuk është që kemi pas fëmijë tjetër të vogël për mi pa zhvillimin. Do të thotë rrjedhën, është mirë, s'është mirë.